Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Vjem të mbetemi po së bashku në këndin e të ftuarit të ditës. Po ashtu gjatë minutave në vijim do të flasim për fitoren bindëse të Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare me 83 mandate, luftohet edhe për mandatin e 84, ndërkohë opozita e bashkuar, ashtu siç është cilësuar, Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore bie në 50 mandate, një rezultat më i ulët se në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021. Për të diskutuar se e takon të gjitha këtyre zhvillimeve, me mua në studio është bashkuar miku jon i hapësirave informative, zoti Lefter Maliqi. Zoti Maliqi, ju përshëndes, faleminderit që jeni sot në Fox News. Përshëndetje dhe kënaqësi. Por në krahasim nga hapësirat e tjera, zoti Maliqi, kishit një siguri dhe shpresonit që do ta fitonit qarkun e Beratit, madje do të ishit pjesë edhe parlamentit, sesionit të ardhshëm parlamentar. Çfarë nuk shkoi me këto zgjedhje parlamentare? Pse Partia Socialiste u rit në mandate, gjithmonë duke bërë krahasimin me vitin 2023 dhe vitin 2021, se janë 9 mandate plus? Si gjithmonë edhe me ju, por edhe me teleshikuesit që na ndjekin, duhet të jem njëri prej tyre dhe i drejt për drejt, se prandaj gëzoj mbështetje e reputacion gjatë çdo sfide elektorale. Ju e dini shumë mirë që para një jave, kreu organizatës kriminale zoti Rama mori një çarçaf sa flet e votimit të Tiranës dhe po bën llogari 74, 78, dhe këtu e sigurt top, vati deti me shifrat 83, 84. Që do të thotë, ta dinë gjithë shqiptarët. Zgjedhje me Edi Ramën, unë jam një sikron me liderin Berisha, i cili ka kohë që thotë që zgjedhjet me Edi Ramën, i ka thënë dhe faktori ndërkombëtar nuk mund të bëhen, sepse zgjedhjet blihen, manipulohen, kërcënohen, etj. Tani faktori ndërkombëtar vjen për samitin e Bashkimit Evropian. Më dëgjoni me vëmendje. Po. Ka ngritur një strukturë të tillë, të njëjtë si në Turqi të Erdogani, si të Vučić në Serbi, si të Putini dhe disa shtete tjera, Bielorusia me radhë. Që do thotë, në çdo qendër votimi ka patrizhanistë të cilët evidentojnë kush janë votuesit e majt dhe kush janë të djathtë. Dhe tek të djathët nisen me një synim. O do blihen, o do joshen me vend pune, o do kërcënohen, o do manipulohen. Pra dhe e din shumë mirë se çfarë ndodh në çdo qendër votimi. Mund të ketë ndonjë zhgënjim tek tuk, po mund të ketë edhe shtesa diku tjetër. Tani po ju them unë. Meqense kam qenë drejtues policie. Nuk kapet dot duke bler vota tjetri, vetëm po u kap në raste flagrance. Se ai vetë edhe mes ditës në shtëpi, të lë parat, të ikën. Si pranove, ikën, unë t'i lash për dëshirë, thotë, ta hap bisedën edhe ikën. Vetëm kur policia e shtetit organizon skema të tilla për të goditur një të majtë dhe 10 të djathtë për shembull, me bën këto skena të tilla duke futur njerëz qëllimisht për bërë arrestime të bujshme. Për të thënë shqiptarëve që ja ka drejtësi, po goditet krimi elektoral e me radhë. Tani, po ju them, nuk e ka problem Edi Rama të edhin 5 milion euro në qarkun e Beratit, 10 milion euro në qarkun e Durrësit, 15 në Fier, apo 20 në Tiranë, për të blerë votët, sepse lekët janë me thas, nuk e din ku i kanë lekët. E mbushi Shqipërinë me drogë në 2017, në hajri dhe në toka, parate e pista, kontrabanda gjithandej hapur, incineratorët, tendrat në 10 fish në krahasim me rrugët në Ballkan dhe në Europë, kur bleu me Goni Galin, imagjino për të blerë një demokrat apo një njeri pa bindje politike. Prandaj, me Edi Ramën nuk mund të ketë me zgjedhje dhe nuk kemi kohë që është ngritur ky problem. Lidhur me qarkun e Beratit, sigurisht që përveç tyre ka dhe disa problematika tjera. Edhe brenda kampit të djathtë janë edhe disa gabime që duhen shprehur që shqiptarët t'i dinë. Shiko, përpara se të ndalemi te gabimet, zoti Maliqi, duhet t'ju pyes dhe të marr opinionin tuaj të drejt për drejt, ashtu siç e keni dhënë gjithmonë në studion time dhe jo vetëm. Kur drejtuesit politik të qarqeve të Partisë Demokratike janë pyetur në mbledhjen e jashtëzakonshme që thiri vetë kreu i Partisë Demokratike zoti Berisha,
nuk u morën me atë se çfarë realisht ndodhi në këto zgjedhje, por u morën me sulme ndaj kolegëve tanë gazetar. Ne në fund të ditës jemi gazetar dhe drejta jonë është pyetja. Ne duhet të bëjmë pyetje dhe ne kemi zërin e qytetarit që përfaqësojmë. Zëri i qytetarit përfaqësohet nga vetë ne gazetarët dhe ata qytetar kërkojmë një përgjigje konkrete, nuk kërkojmë përgjigje të cilat i vinë me sulme nga ana e figurave politike të cilat janë humse në këto zgjedhje. Ka një koment nga ana juaj për këtë? Ka koment. Si është mbrojtur vota? I nderuar drejtues i emisionit, të nderuar qytetar që po na ndiqni, nuk je që asnjë presje masakrës dhe krimit elektoral, blerjes masive të votave, trenit bullgar, faljes së gjobave, joshjeve, presioneve, gjitha merat. Por, edhe prandaj disa drejtues politik kur ju i provokoni apo i bëni pyetje të drejtë për drejta, edhe revoltohen duke hedhur dhe fajin diku tjetër, unë do t'ju them që drejtuesit politik në shumicën e qarqeve nuk ndiqnin dot hapat, energjinë e liderit Berisha. Pra nëse Berisha na Selanikun na erdhi në Kuçov, ditënat disa drejtues politik për shkak të listave të mbyllura, pothuajse ishin inekzistent ose orientonin votat në mënyrë indirekte. Siç ndodhi për shembull në qarkun e Beradit, nuk dilte vetë në skenë drejtuesi politik, merrte të tjerë nga pas dhe vetë shpërndante programin elektoral, të tjerët shpërndanin me fjalë postat të kandidatit. Dhe vinte në ato zona ku unë isha fitues. Për shembull, vinim në Kuçov. Në Kuçov ju e dini shumë mirë që unë munda narkoshtetin dhe jam akoma me pak vota në betejë ligjore. Vini në komunën Llakut 1/4 e bashkisë Beradit. Pra, vinin këtu ku unë isha i fortë sepse thoshin Lefter Maliki mos dalin deputet, po të dalin një nga e djatha, orientonin votat diku. Ndërkohë që unë e kam vënë ndjeni drejtues të opozitës, madje dhe drejtues politik të opozitës vinin dhe bënin në një farë mënyrë shantazhi që ti mos vini deputet. Urdhri i liderit Berisha ka qenë po që asnjë drejtues i listave të mbyllura dhe kryetar partie dege nuk duhet të orientojnë votat tek kandidatët. Dhe drejtuesi politik, po marr shembullin e Beradit, po kështu mund të jenë edhe të tjerë, kjo është edhe na Kampi Majt, sigurisht dhe na Kampi Majt pati orientim votash, po të Majtit të paktën kanë njëri me tjetrin votën e çojnë në kuti, kurse tek ne ndodhi e kundërta. Pra sulmosha në ato zona ku ne fitonim. Pra unë në Kuçov kam vajtur te 35-40%, dola më mirë se në degët e tjera, por nëse nuk do ndodhte kjo përçarje, unë fitoja Kuçovën. E njëjta gjë edhe në komunën e Llakut. Pra turreshin të gjithë në zonat që ne ishim fitues. Ndërkohë që unë i kam thënë liderit Berisha dhe përfaqësuesve të tjerë të opozitës. Dhe ky është një sulm nga brenda. Pra lufta brenda llojit është më e keqe. Pra drejtues politik Partisë Demokratike kanë lobuar tek qytetarët që ti të mos merrje mandatin e deputetit. Sigurisht, sepse është vendosur në dieni zoti Berisha për këtë. Ka vënë dieni të gjithë drejtuesit e opozitës. Përgjigje nga ana e tij. Sepse, më fal pak, sepse unë isha i bindur që 3 mandate ishin sigurt. Po. Edhe këta bindeshin nga fuqia që unë kisha elektorale dhe luftoja për mandat të katërt. Por kandidatët për deputet lanë zona, e kam njoftuar drejtues të opozitës, i kam njoftuar dhe i kam thënë çfarë po ndodh. Pse po vinë në zonat që ne fitojmë, në Kuçov, komunën e Llakut. Po lën Beratin, fshatet e Beratit pa i shkelur. Ja shumë fshatra të Beratit që nuk u shkelën fare as na kandidatët as na partia. Shumë fshatra të Urës Vajgërore, shumë fshatra të Poliçanit, për mos llogaritur edhe të Skraparit. Dhe në vend që unë të merrsha me fuqizimin e votave, mbledhjen e votave, merrsha me luftën brenda llojit e merat. Tani, gjej rastin në studion tuaj të falenderoj në mënyrë të madhe, të thellë, të gjithë ata votues, 5.000 votues që më lanë në kuti, që më lanë pa presion, që më lanë forcat e mëdha politike, të cilat i pata të gjitha drejt meje. Dhe çfarë do t'u them? Dhe fitova në origjinën time në Kuçov. Fitova bindshëm në Lapardha, aty ku kam lindur, dhe në disa zona të tjera. Dhe po të shikosh rezultatin, unë kam marrë 5.000 vota, çfarë u lan kuti, sepse 2 numërus kisha në 5 tavolina, pata probleme edhe për numërusit, pata probleme edhe për vëzhgusit, në vend që të merrsha me fushatën, dhe me fjalë kaq doli ky rezultat. Dhe ky rezultat është rezultat i shkëlqyer sepse deputet
janë futur dhe me 2000 vota, dhe me 3000 vota nga Partia Socialiste. Tani, po të Mirë, shikosh kjo vjen si rezultatin, pasojë e sistemit po të shikosh zgjedhor, rezultatin, se nuk- unë kam marrë 5000 vota dhe 5 kandidatët poshtë meje, të gjithë bashkë kam marrë më pak vota se mua. Që do të thotë, u orientuan votat vetëm me fjalë tek një kandidat. Megjithatë, të gjithë kandidatët, qoftë i pari, qoftë i fundit, unë i vlerësoj dhe kam respekt dhe nuk është fare Zoti faji Maliqi, po tyre. këto zgjedhje u Por futën është- për të më goditur falë që- njëri tjetrin apo dhe u futën për të goditur Kjo ndodhi, më falë qeverinë? që kjo ndodhi edhe tek Partia Socialiste, orientoheshin votat te një kandidat. në Por rregull, ky po. që gabim edhe tek e Kjo djathta. që nuk duhet të ndodhte tek Dhe opozita. tek e djathta. Tani, sepse dush fryma. Unë po ju them, unë jam takuar 2 herë me zotin Bozdo, drejtuesin politik. Kjo është skandal. Po. Nuk u prezantova fare, jam prezantuar vetëm kur ka ardhur lideri Berisha. Dhe unë kërkoja që Berisha të vinte të bësh miting Kuçov, ata kërkonin të bënin takim për fshatra. Imagjino xhelozia pa parë. Unë kërkova pasi të bësh miting i madh në Berat dhe njoftoja njerëzit, ata ndryrin mos njoftojnë njerëzit se njoftojmë ne. Imagjino tani se çan ndodh. Dhe unë do t'ju them që pa votat e mia, një mandat merrte Partia Demokratike me këtë rezultat që doli. Por, nuk i heq asnjë presje deklaratës së doktor Berishës për krimin dhe farsën elektorale që ndodhi në gjithë Shqipërinë dhe në qarkun e Beratit. Ne kemi bërë kallëzim në SPAK, kemi edhe në prokurorin e Beratit, task force-ën, ku kemi kapur administratën e bashkisë dhe të institucionet të shtetit në një lokal mes pyllit, një lokal të dyshim, që dhe i është denoncuar në SPAK, në orar zyrtar. Kemi denoncuar në orar zyrtar në për spitale, në arsim dhe kudo. Asfalt elektoral, çakull elektoral, emërime, punësime në punë, falje e gjobave, presione që i bëshim bizneseve, apo dhe qytetarëve të ndryshëm. Apo edhe ndarja ndihmave dhe parave që mezi kapen. Pra, të gjitha këto tregojnë që me Edi Ramën nuk mund të ketë më zgjedhje. Dhe nuk e di, besoj dhe shpresoj, që mbledhjet gjitha këtyre fakteve, na bën që Departamenti Amerikan i Shtetit të paktën të reagojë, se ne po kërkojmë thjesht një qeveri teknike, me një kryeministër tjetër, zgjedhje të lira dhe të ndershme, me një kod tjetër zgjedhor, mos ndodh me ky numërimi, numërohet një partia, pastaj numërohen kandidatët dhe aty ndodhin mosmarrveshjet, se çana ndodh. Unë se dija që do ndodhte ky problem. Hapësh në numërim kutia, numëroheshin fletët për forcat politike dhe kandidatin, mbyllshin prap kuti dhe hapeshin pas 2 ditë si mbaronte procesi. Dhe tani aty ke dhe flet votimi që kanë votuar vetëm partinë se s'duan asnjë kandidat, dhe ndodhte fenomeni dhe këto flet votimi që kanë votuar vetëm partinë do të ishin të mbyllura. Edhe këto u hapën ku numërohesh kandidati, sepse aty qoftë PS-s, qoftë PD-s, mirë një laps edhe vinin kryqin tek kandidati që ata donin apo ku kishin bërë pazare ku ndrynte shteti apo ku ndrynte me fjalë lobimi brenda të majtës dhe brenda të djathtës. Dhe unë për time kam dyshime që kam shumë vota, kam dyshime në Dimal, kam dyshime në Poliçan, kam dyshime në Berat. Përveç Kuçovës nuk kam dyshime sepse kam informacione të sigurta dhe skapar. Nuk kam dyshime, kam informacione të sigurta që grupi i vëzhgimit, i numërimit dhe njerëzit tanë me fjalë nuk patën asnjë ankimim në drejtimin tim. Kështu që thirrja ime është e sinqert, e drejt për drejt. Mirënjohja thellë për gjithë ata 5000 votues të majtë dhe djathtë, ku kanë dalë ndër më të votuarit nga forca politike që unë jam, pavarësisht se pata goditjen e të dy krave politik. Besoj dhe shpresoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës mos i njohin këto zgjedhje, OSBE Diri dha, unë kam pas 3 kontakte me përfaqësues të OSBE Dirit, të gjitha deklaratat e tyre po thonë se kanë qenë edhe të mia në takim me ta. Ju dini shumë mirë që unë kam denoncuar farsën elektorale dhe përballjen edhe në Bashkinë e Kuçovës ku vazhdoi garën, por në këto kushte nuk konkurohet me as Bashkinë e Beratit që janë zgjedhjet afër, as Bashkinë as kudo, sepse narkoshteti ka para me thas. Narkoshteti bën presion, narkoshteti në bashkëpunim me bandat i bën listat, i blen, i joshin, i kërcënojnë, jemi në një situatë alarmante. Prandaj kërkojmë, gabimi i Partisë Demokratike ishte që ne nuk do të futeshim në zgjedhje me Edi Ramën. Edi Rama ka kthyer në sultanat. Po t'i vesh re kryeministrisë, i kanë nxjerrë me pamje filmike atje në Bodrum, të gjitha pikturat çka i kanë çuar, e ka me mendje madhësi se thotë kam pronën time. E ka bërë aty pyll arbitral, me fjalë bleu me Goligalin, ku ka problem ky për të blerë ndërkombëtare për të blerë shqiptarët. Kur bleu drejtorin e FBI-s, po pyet ai për të blerë me fjalë shqiptarët. Jemi në një situatë alarmante, sigurisht që unë jam edhe me këtë, duhen kandidat që t'i doj populli. Në momentin që mua nuk voton Lapardaja apo origjina ime, unë iki nga politika, se jam i konsumuar. Por unë tani kam detyrime për këtë. Them ndonjëherë të dorëzohem në politika, ta le politikën me gjithë to
zhgënjime dhe 2 dështime të padrejta radh, por nuk më le me fjalë, po e them në gjuhën popullore, inati, sepse kam shumë detyrime për ata mbështetës. Kam shumë detyrime për gjithë njerëzit me fjalë që janë në një llogore me mua, që shpresojnë, që besojnë që Berati do ndryshoj, Kuçova do ndryshoj, Shqipëria do ndryshoj. E vërteta është që këtu po ndodh katastrofë, shpopullim, varfërim, sa më shumë ti varfërosh, aq më të lehtë e ke që i ble, sa më shumë ti varfërosh, aq më të lehtë e ke të bësh presion, bizneset i kenë në kontroll, bandat i kenë në kontroll, janë bërë njësh me qeverinë, spaku, drejtësia, policia janë bërë njësh me qeverinë, jo policët thjesht, se ata nuk i duan, por ata janë presion për bukën e gojës me 600.000 lekë rrogë, apo dhe punojnësit administratës të cilës janë në një presion. E pam shumë mirë që ndodhi në Greqi, e pam mirë kudo se si blien, se si manipulohen votat në Shqipëri. Nuk ka demokraci, jemi kthyer në një regjim, prandaj duhet një reagim i fortë ndërkombëtar dhe reagim i fortë i opozitës. Zoti Maliqi, e ndërpresim pak bisedën së bashku për shkak të zhvillimeve. Ndërkohë do ta kem edhe vetëm për pak minuta zotin Maliqi këtu në studio. Zoti Maliqi, ne e ndoqëm së bashku konferencën e përbashkët me presidentin e Këshillit Evropian. Ka një qasje komplet ndryshe në këto momente. Thatë që prisin një reagim ndërkombëtar, ndërkohë ne kemi reagimet të cilat lidhen me një mirë qeverisje dhe një mirë orientim të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Për ta përmbyllur me komentin tuaj. Për ta përmbyllur do të them që në profesionin tim të parë, shikoja që një njeri që bënte krim, më thojnë za kriminal, kur e arrestoja dhe e merrja në pyetje, ishte shumë gjakftot. Edhe thoshte se s'kam bërë krim. Në rastin konkret, mbas krimit të madh elektoral, masakrës së madhe elektorale, ky vazhdon aktrimin. Dhe pse vazhdon këtë? Se ky është i mirë me botën edhe i keq me shqiptarët. Ky i varfëron, i shpopullon, i blen, i shantazhon, i kërcënon, i manipulon, i vjedh, dhe se ka problem, ky ecën me parimin e hetrët vetë. Sa më shumë ti poshtërosh, ti varfërosh, aq më kollaj e ke ti kesh nën kthetër. Kur ky bleu me Gonigalin, mos të duket ju me paratë e drogës, iniciatorëve çka kanë me radhë, nuk ka problem. Ky jo shqiptarë që i ble, po ky ble dhe ndërkombëtarët. Ky jo është dhe ndërkombëtarët. E vetmja shpresë është që Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse Soros deri dje i njohu me njerëz zgjedhjet, unë besoj dhe shpresoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës, zgjedhja e Donald Trumpit, edhe aq më shumë që u pa dhe në Lacivitas se çfarë ndodhi në këtë fushat elektorale, besoj që do të ketë një reagim zyrtar. Nuk ka rrugë tjetër, me këtë nuk ka zgjedhje më, nuk ka demokraci, edhe opozitarët janë pa shpresë, duhet një reagim i fortë në ndërkombëtarët dhe i fortë nga ne. Sigurisht që Shqipërinë e bën shqiptarët. Shqipërinë nuk e bën Europa, nuk e bën Amerika, ata ne na mësojnë për standardet e me radhë. Kështu që pavarësisht në një përfaqësuesi që tregonte dhuratat e Ramës, ka treguar dhuratat vogla, po se çfarë dhurata të tjera mund të çojë ky njeri, vetëm Perëndia lart e di. I keni parë ambasadorët e Amerikës si kanë ardhur dhe si kanë ikur nga Shqipëria. Një leje ndërtimi mund të jetë miliona euro. Një rrugë e asfaltuar, miliona euro. Incineratorët, miliona euro. Droga, miliona. Trafikat, miliona euro. Pra ky është pasuruar në mënyrë maramendse, tallet, bën humor, gjak ftohtë, thua ti sikur shqiptarët me 100.000 lekë pensionin fshat, e me 150 qytet apo 200 qytet me varfëri ekstreme, ky kujton se gjërat i kanë vënë në Shqipëri. Por besojmë dhe shpresojmë te Zoti, besojmë dhe shpresojmë te reagimi i opozitës dhe besojmë dhe shpresojmë te reagimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ne jemi populli më dashamirës ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, jo ndaj Sorosit. Besojmë që të ketë një reagim zyrtar për këtë krim dhe këtë masakër elektorale dhe për të cënim të drejt për drejt të demokracisë në Shqipëri. Vendi është ku thret qemeti, vendi është populluar, unë vin nga baza, njerëzit janë të varfër, blihen, joshen, kërcënohen dhe prodhon pushtet të korruptuar. Faleminderit shumë që ishe sot në Fax News. Kënaqësi. Ne shkëputemi në publicitet.